Arrestohen dy djemt e Valbona Selimllari. Dy djemt e ishmisit Valbona Selimllari, Deni dhe Keni, respektivisht 21 dhe 18 vjeç, janë arrestuar nga policia e Tiranës pas një episodi të dhunshëm ndaj një efektivi të rendi. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit, kur të rinjt kanë goditur një punonjës policie për shkak të detyrës. Pas shoqërimit në komisariatin R2, incidenti nuk ka ndaluar aty. Sipas raportimeve zyrtare, ata kanë thyer kamerën e sigurisë, dëmtuar derën e dhomës së shoqërimit dhe kanë kërcënuar punonjësit e policisë. Autoritetet kanë nisur menjëherë procedurat dhe materialet janë dërguar pranë prokurorisë së gjykatës së shkallës së parë Tiranë për veprime të mëtejshme ligjore. Ky nuk është hera e parë që emrat e Deni dhe Keni lidhen me incidente të dhunshme. Pak javë më parë, ata u përfshin në një përplasje fizike në Dhërmi, në prani të 10 turistëve, por pasojat ligjore u shmangën atëherë. Ngjarja e fundit rikthen vëmendje mbi sjelljet problematike të rinjve në kryeqytet dhe nevojën e mbikëqyrjes nga institucionet përkatëse. Policia thekson rëndësinë e respektimit të ligjit dhe procedurave nga të gjithë qytetarët, ndërsa prokuroria do të marrë vendimet e nevojshme në bazë të ligjit për rastet e dhunës ndaj punonjësve të rendit. Drejtësia pritet të vendosë për masat e mëtejshme ndaj dy djemve, duke dërguar një mesazh për ndëshkimin e sjelljeve dhunshme dhe për ruajtjen e sigurisë publike. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.